Ish-gruaja Jeff Bezos dhuron $45 milion për mbështetjen e ish-bashkëshortja e themeluesit Amazon Jeff Bezos. Mackenzie Scott ka dhuruar $45 milion për The Trevor Project, një administratë jo fitimprurse që ofron shërbim parandalimi të vetvrasjeve dhe mbështetje në kriza për të rinjt LGBTQ+. Sipas organizatës, kjo është dhurata më e madhe e vetme në historinë 27 vjeçare të saj. Drejtori ekzekutiv i The Trevor Project, James Blake, tha se donacioni vjen në një moment kritik pas shkurtimeve të ndjeshme të fondeve federale. Donacioni Scott vjen pasi administrata e ish-presidentit amerikan Donald Trump anulloi $25 milion fonde federale të destinuara për organizatorën, përfshirë mbështetje për shërbimet brenda linjës kombëtare të parandalimit të vetvrasjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky donacion jashtëzakonshëm vjen në një kohë vendimtare për organizatën tonë dhe për të rinj që u shërbejnë. U shpreh ai, duke theksuar se fondet do të përdoren për forcimin e shërbimeve bazë të krizës dhe për qëndrueshmërinë afatgjatë të organizatës. Parandalimi i vetvrasjeve nuk është një çështje politike, por një çështje jetës njerëzore, theksoi ai, duke shtuar se ky donacion është një hap i rëndësishëm drejt mbrojtjes së jetëve të rinjve në rrezik.